Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, po them. Unë jam shpresa. Shpresa që thojnë populli, shpresa vdes e fundit. Unë jo që vdes e fundit, por nështë nuk do të vdes hiq, se dhe nuk bën shpresa me vdek. Pra, faleminderit. Unë jam shpresa që ndonjëherë njerëzit edhe e humbin shpresën, po mos me ndoni që kom humb, që ku jam, që të gjën e gatë, që të shyrni, që ajo më rritë mirë, ajo më bojë mave. Pra, njerëzit nuk do të me hub shpresën. Ndoshta une ndonjëherë kam nevojë për një pauzë, për një pushim shkurt, po jo me gjallë, jam shpresa e njerëzve, nuk jam shpresa gashi, po jam shpresa e njerëzimit. Pra unë jam vullneti, shpresa, tënat. Është një halla jemja, e thot një fjalë popullore, thot, marrën dësh me hub shpresën, se me hub të vërtetën. Ajo është halla e me madja, qka e ka shumë mirë është e lupqit tepërm. Po, e lupqit tepërm. Po, treme ti ko lupqit mirë. Po, e kam edhe hallën e vogël, edhe ajo i ka do fjallë, po nuk ja kom mësu, hala, kur ti mësoj vijo, thëmë. I kam edhe do teze, edhe ato kanë fjallë popullore turta, po tash mi anis mi një krejt bonë shumë kalablak. Kështu që tezja e me Sabahati dua shumë. Pra jo i thotë të fjallë me shumë vend. Mos e hum një shpresën, se do të bëhet mirë në këtë Kosovën tonë. O Kosovë, o popull, ju dua shumë, unë jam pra shpresa. Bravo shpres. Bravo. Faleminderit. O, lo, taj një mirë vlavjam, qa bëni, qaj kini punë të familjen vetë, unë jem vlavjam koha. Aje koha që pe hargjëri pa lidhje vlavjam në për kafe. Ma kini nëzi shpirtin, ma kini nëzi dhe ftyre vlavjam. Tu hargjë kohën pa lidhje. Pasha shpirtin e nores, po, ja punë e ko t'i shkon kafe dit për dit aty të lujt me telefon vlavjam. Dhe shqiptari e ko telefonin për fotografie dhe për SMS-a. Nuk di sen tjetër të hupkojnë pa lidhje. A din ju që thet një fjallë e usht nervos thet. Ore, nuk muni me këthy, ama muni me kërsi, muni me kurdis edhe një here. Po, vlavjam, pasha shpirtin e nores, po kini kujdes me kohën, se ku nuk e kishën detin, as koha ma nuk t'vyn. Edhe një fjallë e usht popullore thet. Një fjallë e usht popullore thet. Gjamperin me pika. Po, që shtu të gjamperin me pika. Po, kini kujtes vlavjem. Lebe bajram se atë pajnonin edhe unë di me kujtej ku të zdoshta vetë vesh pak sa me një sa din atmosferën. Shtu që unë e kohën vlavjem, se koha është e qimushme. Kini kujdes, unë derek, hani buk që shduhet, unë gjumë flani që shduhet, flani dalë që shdet edhe na ima bazi. Unë e kohën se pasha shpirtin e nonës, kur të shkon shëndetit a shvina s'koha as kur gjo. Këtu që ku e kini kohën Kosovë, mës le thet dikur që nuk ka kohë, a që thet që nuk ka kohë, për të kalzoj ajo është rranës, se dhe një fjallë e ushë popullore thet, plakit mos janë ngoni port, vlovjem, po ngonja fjallë. Faleminderit shumë. Ma shpari, faleminderit për ftesën. Unë jam optimisti. Vetë kja fjallë, apo ma mirë të themi kjo emën, simbolizon shumë edhe thot gjithka. Optimizmi. Unë jam optimizmi i kundërti i pesimistit. Me pesimistin e në rritur një bashkësi lokale bashkë. A ma shpijat i kem done. Pasha emnin e Zotit. Ndash besoni, ndash mas besoni. Që të vjeti bona, kur ketë s'kom bon, kur bre ketë s'kom bon, gjithmonë mirë. Për momentin në ashtan këtë vena shkeq, po do të me pas i mytë edhe shprej se nesër mas nesër bëhet mirë. S'ka me konë gjithmonë keq, as gjithë kur s'ka me konë veç mirë. Po ndryshan, sepse filozofi i lasht Herakliti ka tha, në këtë jetë, gjdo gjë rrjell, levis, ndryshan, është me mirë të themi me një fjallë pantare. Pse themi këto pantare, shtrohet sofra, më falni, shtrohet pytja. Pantare do me thonë, sepse të njëjtin ujë s'mund të lahmi dyherë. Normal vlavjam që s'mund lash dyherë, se flishet me të parën. Po mire ka, pse s'mund të lahmi dyherë të njëjtin ujë, sepse ujë rrjedh, levis, ndryshën, është me mirë të themi pantare. Pra, që shto është menimi jonë dhe qëllimi jonë, pra në rrjedh, levis, ndryshën edhe me fjallë të themi pantare. Bravo. Kemi fjallë të jo. Faleminderit. Pra, me nërin optimizm, mos largoni tjetër, vetëm optimizmi na qënë për para e jesim për para. Pra, me nëni mirë, me nëni sepse Herakliti tha, çdo gjë rrjedh, leviz, ndryshon, ose ma mirë të themi me fjallë pantare. Bravo. Ta se tyre, vlavjem, që me optimistin, me shpresën, edhe me kohën, unë kitë vend kom u bo mirë, po të kalzoj drejt.
Po të Shumë kalzoj. e mirë. Se në shta, gjatë pra, janë kështë e pa mirë, pra, ka vokë, pa po pra. më ka mirë. Qa bo vlovjem, hamburgia? Qa bo Kush ke ti? Une? Po. Optimisti. Optimisti? Po? E çfarë optimizme? Me çka be... Ku pe gjon ti atë optimizëm? Ku pe gjon? Në Kosovë optimist? Në çka? Papunësi, fukarallak, vjedhje, hajni, korrupsion, pas liberalizim, çfarë optimizmi me pas? Ku me marr? Me çka? Qysh? Mos Je vlovjem? Kush je ti? Unë jem koha vlovjem? Koha? Po, vlovjem. Çfarë kohe? Që se e mirë me djelë. Si heve? Pa di çfarë kohë pa kohë sot. Çfarë kohë ka? Kohë e pa lidhje, kohë pa kohë. Që sa si kohë të dojtë të? Se qa po t'interesat ty për Po, dajtë po, e mirë po, se po, për në suklop pas aspitin e nëve. Mos. Që kjo optimizëm, që kjo. Vlovjem, Mos po të bëjtë vlovjem. s'ki nevoj. Që sa si kohë të dojtë Nuk e di vlovjem, po qa po di Po nuk e vlovjem. din për normal se nuk gjon kohë me shku të dojtë, pra kohë pa kohë. A do të thot, kur ki nevoj shkon të dojtë. Kjo është koha, katastrofë, kjo është shteti unë, kjo Kosova, kjo është gjithçka. Kush je ti? Unë jam shpresa. Shplesa! shpresa. Cila shples? Shpresa e A njerëzimit. shplesa që ke ngel dy hera? Jo, s'kom gjel asnjëherë. Po çfarë shpresë njerëzimi ku me morat shpresë? Për çka me shpresu hajt të gëm ti mu? Për çka me pas shpresë këtë shtet? Me pas shpresë se bëhet mirë. Shuj, kur të lasun ti Jo. shuj. Veç shuj. Çfarë shpresë? Me çka me shpresu? Në çka me shpresu? Në politikë, në korrupsion, në liberalizim të vizave, hamamin. Çfarë shpresë? Po s'kam shpresi, s'kam optimist, po s'familje në kaj. Kush je ti vlovjem? Unë jam pesimisti. Veç pak optimist, veç pak pis. Dil veç pak shti vlovjem? Se para ne veç të, bera? Shpresi veç pak. A ti vlovjem je qaj pesimisti që na i infektove rinin e sodita? A ti që e pesimisti që na i smune krejt pop? A ti ku të njone? Që s'na ke lo me hinë në Ke i netë. bosh. Edhe jemi rikthyer, kemi kaluar në momente tjera, por me që këtu e kam gatën, duhet të bëj një lloj apeli, një lloj thirrje për të gjithë shqiptarët. Votojini shqiptarët që pretendojnë të bëhen parlamentarë evropian, se i kemi shumë të nevojshëm. Sikur t'i kishim në kohën e duhur, ata sigurisht do ta thonin fjalën e tyre. Bëhet fjalë për Habib Tahirin që konkuron në Kroaci, për Ahmet Gjanaj në Bruxelles, për Adnan Dibranin, në Suedi e kështu me radhë. Ndiqni shqiptarët tuaj dhe votoni ata.